Partia Demokratike e Kosovës dhe Bedri Hamza, këto vija përqarse të popullit dhe partive politike shqiptare po dënë me i largu, edhe këto vija të kuqe me a vendos Serbis, i cilë është armik i përjashëm i Kosovës. Me përbashku popullin shqiptar, me përbashku partitë politike shqiptare rreth vizionit të tij për transformim të Kosovës, edhe vijat e kuqe me a vendos Serbis. Sepse çfarë kanë bë këta? Këta ju mundu... Të thotë vendosja ka bërë? Jo, Kurti. jo, vendosja që ka bërë është që Serbin është mundu që ta zbret në teritorin e Kosovës duke akuzu të tjere që janë të afër me Serbin, pra këtë fushat atyre ka qenë kush ma Serb. Pra gara atyre politike ka qenë hajde mu shty cilë është ma Serb se tjetëri, cili është maj afër me radoqishtë se tjetëri. Dhe çfarë po bën Bedri Hamza është pikërisht këtë diskurs me largu nga diskursi politik. Hajde të flasim kush po bën ekonominë më të mirë. Hajde të flasim kush po rrit pagat më shumë. Hajde të flasim kush po jep mirëqenie më shumë qytetarëve. Hajde të flasim kush po krijon raporte më të mira me Amerikën. Kush po krijon kushte më të mira për mjek, më të mira për policë. Kjo është gara Bedri Hamzës. Nuk është garë cilë më serb, cilë është më radoqeq, cilë është më vuqeq. Dhe këto vija të kuqe ne i kemi largu, këto vija të kuqe dëshirojmë me largu. Me vendosjen? Keni apo s'keni tash vija të kuqe? Unë thash me partitë shqiptare dhe me shqiptarët, ne dëshirojmë të largojmë vija të kuqe. Nëse flet për koalicion, kryetari Hamza ka bërë shumë të qartë. Ne kemi preferenca. Dhe preferenca tona janë me parti të cilat kanë hisë edhe në liri edhe në pavarësi edhe në shtetë ndërtim të Republikës Kosovës. Këto e në preferenca tona. Dhe unë besoj që pas 5 vjetëve, 6, Partia Demokratike e Kosovës për herë të parë në këto vite do të jetë në pozitë që ne t'i zgjedhim partnerët dhe jo t'i kush të na zgjedh neve. Pra, PDK do të jetë në gjendje t'i zgjedh partnerët e saj dhe bashkë me partnerët e saj do të forcojmë vizionin. Do me PDK-n. Së thotë se janë 3-4 kryetar, nuk janë të gatshëm që të bashkëpunojnë ne me ta me PDK-n. Ja, dëgjom, Albin Kurti i friksohet hijes të 3 shkronjave PDK. Vetëm asoj hijes së PDK-s ai friksohet. Elemo Lagos. Ja, thotë edhe aty pse në fakt. Aty pse i friksohet. Para më du me pas ai ministra ta zëm. Ai e din që janë gjendje me bo ministra të PDK-s. Çfarë punë bojnë, çfarë mrekullie bojnë, me autostrada, me shkolla, me diplomaci, me njoje, me antarësime, me shëndetësi, ai friksohet këtyne. Prandaj ai ka ministra të cilët edhe 50 vjet me lënë pushtet, një vi kërkosh nuk ja mon mend që i kanë bë. Akuza ka vendosur se brenda PDK-s vendos Samil Lushaku. Po, dëgjo, ka pas sipas tyre. Po, dëgjo, këtu ka pas një përpjekje për me demonizu jo vetëm zotin Lushaku, por ka pas përpjekje me demonizu krejt ushtrinë shkrimtare të Kosovës.